Administrata Donald Trump është përfshirë në një skandal të madh diplomatik. Zyrtarët e lartë administratës Trump zbuluan gabimisht planet e tyre për një sulm të mundshëm ndaj rebelëve të Huthit në Yemen. Informacioni së pari është botuar nga media prestigjioze The Atlantic. Ligjvënësi demokrat e kritikuan me shpejtësi të planin amerikan si të gabuar, duke thënë se ishte një shkelje e sigurisë kombëtare të SBA-s dhe një shkelje ligjit që duhet të hetohet nga Kongresi. Kryeredaktori i The Atlantic, Jeffrey Goldberg, në reagimin e tij tha se ai u ftua papritur më 13 mars në një grup bisede të koduar në aplikacionin e mesazheve Signal, i quajtur grupi i vogël i kompjuterëve Houthi. Në grup, këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz ngarkoi zëvendësin e tij, Alex Wong, që të krijonte një ekip tigri për të koordinuar veprimet e SBA-s kundër Huthit. Zëvendësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Brian Hughes, tha se grupi i bisedave dukej se ishte autentike. Biseda përfshinte zëvendës presidentin e SBA-s J.D. Vance, sekretarin e shtetit Marco Rubio, drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, drejtorin e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard, sekretarin e thesarit Scott Bessent, shefin e stafit të shtëpisë Bart, Suzy Wiles dhe zyrtarët e lartë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Në biseda, zyrtarët amerikanë debatuan nëse SBA duhet të kryente sulmet edhe në një moment Vance u duk se pyeti nëse aleatët e SBA-s në Europë më të ekspozuar ndaj ndërprerjes së transportit detar në rajon meritonin ndihmën e SBA-s. Joe Kent, i nominuari Trump për drejtor të qendrës kombëtare kundër terrorizmit, me sa duket ishte në zinxhirin e Signal, pavarësisht se ende nuk është konfirmuar nga Senati. Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se ai nuk kishte ndjeni të incidentit. Unë nuk di asgjë për të. Unë nuk jam një fan i madh i The Atlantic, tha Trump. Një zyrtar i Shtëpisë Bardhë tha më vonë se një hetim ishte duke u zhvilluar dhe Trump ishte informuar për të. Pete Hegseth mohoi ndarjen e planeve të luftës në bisedën në grup. Askush nuk po dërgonte mesazhe për planet e luftës dhe kjo është gjithçka që duhet të them për këtë, u tha i gazetarëve ndërsa ishte në udhëtim zyrtar në Hawaii.